dëgjuar, ju kam lexuar dhe ju kuptoj shumë mirë. Madje ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Sepse do të ndukej e tmerrshme që disa roje private sigurie në sytë e policisë së shtetit tim, pas një gardi me tela me gjëmba, të ulërinin si kafsh dhe të merrnin nga jashtë brenda një njeri në të drejtën e vet, ta tërhiqin zvarr në për plazhin e rrethuar, e pastaj policia të thoshte që i zvarritur ju fut vet në pronën private dhe në këtë mënyrë ta relativizonte dhunën, ndërkohë që duhet t'i kishte arrestuar aty në vend ata që e morën zvarr protestuesin. Ju mirë kuptoj dhe mbase duke pasur parasysh se çfarë kam bërë kur isha në anën tjetër të barikadës, do kisha bërë dhe më keq se ju. Po të më thoshin se ajo tokë është e shtetit dhe se shteti po ja fal të huajve. Madje kam vënë re se është përhapur gjithandej me shumë helm nga pas edhe legjenda se shteti po ja fal edhe tokë Izraelit për të sjellë palestinezët